Mejte Visha na tregon se si e përjetoi ajo lajmin e një dite më parë, kur Nazime Visha u dënua 15 vite burg, nga të cilat do të bëj 10. Me kap drejtësinë që të u bë tani në popull, ajo se nuk takon mu dinu një ditë. Të qenë moshe vetë, në gocën të më dënuat sa për një fëmijë, të qenë t'i dhonë buke ujë, merresh me një fëmijë, mosha 50 vjeç. Si s'me në uaj, ba i ka përdhunu gocët e veta, por ku ka përdhunu gocën time. E ka përdhunu gocët e veta pike por, mëse ne ka të goca ime. Unë nuk e më kam gjuhu, pak nuk e kam vutova fare. Për një shën vite, si ajo nuk do të dënuat një minutë, një ditë se ka qenë për vetëm mbrojtje. Çdo njeri, çdo gjykat, çdo drejtësi të vej dorë në zemër, ka fëmijë vet, ka motra vet. Hatixhe Muça, nëna e fiqëriut dhe vjera e motrës së Nazimes, Lutfies, rrëfen përjetimin e saj për dënimin e 18 vjeçares dhe armiqsinë e krijuar mes dy familjeve. Shto më thare të thëmë, dalim prej burgu, e djalin këtu kalpe dalim prej burgu, një të lafe ka nona. Se mu më të mbjek zemra bëku, sa gjali, nuk është edhe një kantonar ku i shofë në e vretëm, si më zemra bëku, si mi fmi e gjel nonësh e bia nonësh. Jo gjalin tim që më kalon një temat vrek i shefni. Bashkëshortja e fiqëri Muçës, e cila disa kohë më parë i fali çdo gjë burrit të saj për hir të fëmijëve, nuk e ka përdin dot këto që i ka ndodhur. Ajo fajson për gjithçka Nazimen, se ajo i ka shkatruar familjen, i ka shkatruar fëmijët, jetën e saj. Dhe urrejtja e shtyn të shprehet se nëse ligji nuk e dënon maksimalisht, ajo vetë do të bëj vetgjyqësi. Asnjë nga kjo familje nuk e fal atë që ka ndodhur. Biqirvisha ka në surratëm del për televizionet, del tu, del atë. Ç'kërko Biqirvisha? Ç'kërko më këtë dënim njës jem të epër. Ne po se mori fëmija do ta mërun. Fëmija se që në të rret, i kom të vogël, i kom në nurdna, se të më gjën, ne asë nuk më gjën me qëllu. Nuk e fal kur Biqirvish.